Colin Stan, vajza 20 vjeçare që u mbajt për 7 vjet në një kuti. Po, një histori e tmerrshme. Kush nuk i dëgjon dot këto histori, mos ta dëgjoj. Por ju paralajmëroj që është vërtet e dhimbshme. Bile e tmerrshme. Kush është rastisht do t'i lutesha nëse është e mundur t'i bëj like faqes si jemi sërish dhe ju falemnderit që jemi për bashkë. Në vitin 1977, një vajzë i tha familjes që do shkonte të takonte shoqen e saj. Dhe shoqja gjendej larg në Kaliforni, mos gaboj. Dhe ajo kërkoi që të bënte autostop. Stan, Colin Stan, kështu quhej vajza, ose quhet, mua më bëri përshtypje sepse para disa ditësh pash një intervistën e saj të bërë para pak kohësh, në vitin 2023, dhe është vërtet rithëruese. Shumë e hidhur. Ajo kërkonte autostop dhe nuk e bindnin ata që kalonin, pra kaluan disa. Ajo sa i shikonte, kryesisht që ishin meshkuj, kishte frikë se mos e rëmbenin apo mos i bënin gjë. Dhe ajo nuk pranoi. Dhe ajo pranoi që të futej në makinë me një çift që kishin një fëmijë. Një fëmijë 7 apo 8 muajsh. Me këta u bind dhe u fut. Por ishte gabimi më i madh. Çifti pasi e morën, e çuan në shtëpi, e burgosën brenda një kutie, sepse për tër natën burri i kësaj, pra i shoqi i kësaj gruas, bëri një kuti që ishte sikur të ishte një arkivol, dhe e futën aty që ajo mos të largoj. E mbyllën me çelës dhe e mbanin aty. Vajza e gjorë rrinte aty për 23 orë çdo ditë, dhe ditë për ditë e përdhuronin. Dhe ditë për ditë e nxinin vetëm 1 orë. Në krye të 1 ore, ajo shkonte në banjo, shikonte ata teksa bënin marrëdhënie, hante dhe e vinin sërish aty. Pra 23 orë e mbanin aty brenda saj kutie. Kuti që thash ishte si një arkivol, jo më shumë se si një arkivol. Dhe ajo që të merroi më shumë gjykatësit ishte fakti që me një fëmijë të vogël, një nën me një fëmijë të vogël, ishte dakord së bashku me burrin që të mbanin një vajzë 20 vjeçare të burgosur aty. Për 4 vjet e mbajtën kështu. Pas në krye të 4 viteve filluan që ta nxinin pak edhe pak më shumë, sepse tashmë kishin një fëmijë. Dhe fëmia ishte pothuaj 4 vjeç e gjysmë, 5 vjeç. Dhe e mbanin si që gjëja t'i bënte babysitter. Bile i kërkoi burri familjes, i kërkoi kësaj vajze që të bëni një kontratë, që ajo të ishte sklavja seksuale për tërë jetën. Vajza e firmosi, ishte detyruar. Bile ata i thanë që në qoftë se kjo do ikte, jo vetëm ta vrisnin këtë, por do vrisnin dhe prindrit e saj, nëse do fliste. Dhe pastaj hyn në tru një mekanizëm që ajo nuk di se çfarë të bëj. Në fakt, në krye të 5 viteve, ata e lanë që ajo të merrte në telefon familjen e saj. Tashmë familja mendonte se ajo kishte vdekur, por u gëzuan shumë. Në fakt, kur e takuan, u mallëngjyen. Dhe kur shkoi tek shtëpia, e shoqëroi burri i kësaj familje dhe u soll sikur të ishte i dashuri i vajzës, dhe ajo pranonte. Dhe nuk u tha gjë prindërve sepse kishte frikë. Për më tepër, tashmë në trurin e saj ishte ngulitur që kjo ishte shërbyese, shërbëtore ose sklave e tij. U kthyen sërish dhe filluan sërish nga e para që ta fusnin aty në kuti kur u kthyen në shtëpi, dhe e linin kësaj radhe jo vetëm 23 orë, por edhe rrihnin keq sepse kuptuan që ajo kishte nuanca që donte të kthehej në shtëpi. Pas 6 viteve e gjysmë, gruaja
kësaj familje filloi që të frekuentonte një familje tjetër që ishte aty afër, sepse çfarë i kishin thënë vajzës gjatë këtyre viteve? I kishin thënë që këta kishin telekamera gjithandej dhe ishte një grup i fshehtë që kontrollonte me anë të telekamerave. Dhe e dinin se ku ishin lëvizjet, çfarë bënin dhe ata përgjonin çdo gjë dhe përgjonin edhe vajzën teksa ishte aty. Dhe vajza ishte bindur për këtë, sepse ata kishin vënë vërtet telekamera, por nuk kishte lidhje fare me asnjë lloj grupi. Dhe për më tepër i kishin thënë që komshinjt ishin dakord me këta dhe që kjo çfarëdo lloj fjale u thoshte komshinjve, ata prap do u thoshin këtyre. Dhe në fakt, dhe në qoftë se kjo do guxonte të thoshte një fjalë komshinjve, komshinjt do t'i thoshin çiftit dhe çifti do ta rrifte ose ndoshta do ta vriste. Dhe ajo nuk thoshte asgjë, edhe pse dilte aty në obor me fëmijën, sepse mbante fëmijën e këtyre. Pasi frekuentoi nëna e kësaj familje, një familje tjetër, këta dal nga dal shkonin në kish dhe kjo shkonte së bashku me ta dhe dal nga dal njohu një prift. Dhe ky prifti e bëri që ajo të tregonte, të vilte çfarë kishte brenda, pra gruaja. Dhe tregoi gjithçka. Tregoi se çfarë kishte ndodhur, tregoi se si ishte bërë. Askush nuk e besoi. Mendoni se ishte një prrall ose diçka, një budallë. Mirpo ku shkoi policia, zbuluan gjithçka. Sepse përpara se të shkonte policia, gruaja e la të lirë dhe i tha të vërtetën vajzës që nuk kishte asnjë grup dhe nuk e kontrollonte askush, dhe që nëse donte të ikte, le të vazhdonte. Dhe vajza iku. Pastaj kur morën policin, bën kontrolle, zbuluan gjëra magnitse, por gjëja më keqe ishte ai arkivol ose ajo kuti, sa një arkivol ku kishte jetuar vajza për 7 vjet aty brenda. Vinte njerë e tmerrshme, sepse shpeshherë i shpëtonte urina aty, nga frika ose nga rrahja. Pse njeriu është kaq i qelbur? Pse ka njerëz kaq të tmerrshëm në këtë planet që të vjen ndonjëherë nga thellësia e shpirtit të thuash, po shkatërroj që të gjithë digji, që të gjithë të filloj prap nga e para. Pse? Çfarë të keqe kishte bërë ai vajzë? Ishte kot, sepse e dënuan burrin, e dënuan 120 vjet apo 140 vjet, po është e kot. Sepse ajo nuk e mori më veten. Po ta shikoni edhe në intervistën që ajo ka bërë një intervistë aty në vitin 2023, dhe po të shikoni intervistën, është vërtet ngjelse. Se ka marrë veten, ende, kanë kaluar vite. Pra, atje jashtë, as që nuk e keni iden se si është bota, se çfarë njerëzish gjen atje jashtë, gjeni nga të gjitha llojet, dhe nuk gjeni njerëz të mirë kryesisht, por gjeni të këqij, sepse bota atje jashtë pothuajse 70-80% janë ignorant, dhe ignoranca sjell degradim dhe degradimi sjell probleme të trurit. Merreni me mend si kanë jetuar njerëzit dikur kur ishin ignorant, ëh? Dhe sot, edhe pse kemi arritur një zhvillim të tillë, prap ignoranca i ka rrënjët e thella, vërtet edhe. Kështu që bëni kujdes. Bile do t'u lutesha të komentoni, të thoni diçka, sepse së bashku unë ndez shkëndien si gjithmonë, por së bashku diçka zgjidhin. Dhe shpresoj që ata fëmijë që kanë humbur në Shqipëri, që nga ajo vajzë e vogël, Bleona, më duket si quhej, e të tjera akoma, shpresoj që mos t'i kenë torturuar. Shpresoj. Kalofshi bukur.